Situata meteorologjike në territorin e qarkut Kukës vijon të paraqitet me motë të vrant të shtruar me erë dhe rreshje, të cilat në disa zona kanë ndikuar në krijimin e problematikave të përkohshme në infrastrukturën rrugore. Sipas rreshjeve, në disa akse rrugore nacionale janë konstatuar rënje gurësh dhe inertësh, kryesisht në segmentet malore. Menjëherë pas evidentimit të situatës, subjektet kontraktore përgjegjëse kanë ndërhyrë në mënyrë të pandërprer për pastrimin e rrugëve dhe kriposjen e tyre, duke garantuar qarkullimin normal të mjeteve dhe sigurinë e përdorusëve të rrugës. Fal këtyre ndërhyrjeve, aktualisht të gjitha akset rrugore nacionale në qarkun Kukës janë të qarkullueshme pa kufizime apo bllokime të trafikut. Sipas informacioneve të zyrtarë të Komisionit të Mbrojtjes së Civile pranë prefekturës Kukës, mësohet se nga strukturat vendore dhe bashkitë të Kukës, Has dhe Tropoj nuk janë raportuar problematika emergjente apo situata që kërkojnë ndërhyrje shtesë nga strukturat e emergjencave civile. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, pjesa më e madhe e territorit të qarkut Kukës furnizohet normalisht, ndërsa ndërprerje janë raportuar në disa njësi administrative dhe zona të izoluara. Grupet e punës së OSHE-s janë në terren dhe po punojnë për evidentimin e defekteve dhe rikthimin e energjisë elektrike në këto zona në varësi të kushteve atmosferike. Furnizimi me ujë të pijshëm për qytetarët e qarkut Kukës realizohet sipas orarëve të përcaktuar nga Drejtoria Rajonale e Ujësisë Kanalizimeve Kukës, pa raportime për mungesa të theksuar apo probleme të rënda. Strukturat përgjegjëse vijojnë monitorimin e situatës në terren dhe janë në gatishmëri për të ndërhyrë në rast të përkeqësimit të kushteve atmosferike apo krijimit të problematikave të reja.